Flasim për agjërimin në Islam. Do të zbulojmë bashkë pse sin dhe kurin e këtij adhurimi kaq të rëndësishëm, duke shkuar deri te rrënjët e tij historike. Le ta nisim me një pyetje që ndoshta e kemi bërë gjithë. A është agjërimi thjesht të mos hash e të mos pish, pra të durosh urinë nga agimi deri në perëndim? E po, përgjigjja e shkurtër është jo. Kjo është vetëm, le të themi, pjesa që duket. Për të kuptuar vërtet thelbin e tij, duhet të gërmojmë shumë më thellë se kaq. Dhe pikërisht për të gërmuar thellë, duhet të nisemi nga pyetja më fundamentale. Pse? Pse agjërohet? Cili është ai qëllimi më i madh, më i lartë, që e bën agjërimin një ndër shtyllat kryesore të Islamit? Sepse përgjigja, siç do ta shohim, na hap një botë të tërë, një dimension krejt tjetër. Në fakt, urtësia pas këtij adhurimi mbështetet në 4 shtylla kryesore. E para, arritja e devotshmërisë. E dyta, solidariteti me të tjerët. E treta, pastrimi i shpirtit dhe trupit. Dhe e katërta, ushtrimi i mirëngjojjes. Tani, le ti marrim me radhë të zbërthejmë. Pika e parë, dhe kjo është absolutisht thelbësore, vjen direkt nga Kurani. Po, vetë ajeti që flet për agjërimin, në fund fare e përmbledh të gjithë qëllimin me një fjali të vetme, që të bëheni të devotshëm. Kjo tregon qartë se fokusi nuk është e barku bosh, por të zemra dhe shpirti që mbushet. Dhe kjo fjalë, devotshmëri, në arabisht është takua. Po mirë, ç'do thot takua në jetën e përditshme? Thjesht fare, vetë kontroll. Aftësia për të thënë jo kur një dëshirë e brendshme të thot po. Agjërimi pra është si një palestër për shpirtin, një muaj tërë stërvitje intensive për të forcuar pikërisht këtë muskull të vetëpërmbajtjes. Po kjo stërvitje nuk është vetëm personale. Ajo ka një efekt jashtëzakonshëm edhe në shoqëri. Imagjinoni pak, kur dikush që ka gjithçka që i duhet, e ndjen për disa orë se çdo të thotë keshuri, ai fillon të kuptojë, të ndjejë se si është jeta për dikë që e ka këtë përditshmëri. Kjo është urlidhse, është empati e pastër. Pastaj kemi pastrimin. Ne sot përdorim fjalën detox për gjithçka, apo jo? E po, agjërimi është detoksi origjinal. Është një detoks i dyfisht, nga njëra anë shpirtëror, pra një shans për të hequr dorë nga zakonet, fjalët dhe mendimet e dëmshme. Dhe nga ana tjetër, është edhe një pushim i merituar për trupin, sidomos për sistemin ton tretës që punon pa ndalim. Dhe pika e katërt, mirënjohja. Të jemi të sinqertë, sa herë ndalemi të mendojmë për një gotë ujë, ose për një hurmë. Rrallë apo jo, i marrim si të mirëqëna. E po, agjërimi e ndryshon këtë. Ai e kthen atë glënjkën e parë të ujit në iftar në një bekim të pashoq. Na mëson në mënyrën më të fortë të mundshme që vërtet e kupton vlerën e diçkaje vetëm kur të mungon. Mirë, tani që e kemi pak më të qartë psen, le të udhtojmë pas në kohë për të kuptuar sin dhe kurin, sepse ka një detaj shumë interesant këtu. Agjërimi i Ramazanit nuk u bë obligim brenda një nate. Jo, as pak. Ishte një proces, një udhtim me disa faza të qarta. Pra, le ti shohim këtë faza. Në fillim fare, ishte diçka vullnetare. Agjërimi e shurase, 3 ditë në muaj, kushdonte. Pastaj, erdhi faza e dytë. U prezantua Ramazani, por me një zgjedhje, mund të agjëroje ose, si alternativ, të ushqeje një person në nevojë. Dhe vetëm në fazën e tretë, atë finale, u bë obligimi prerë për të gjithë ata që kishin mundësi. Kjo qasje shkallëzuar tregon një mençuri të madhe. Pra, momenti kyç i ndryshimit ishte pikërisht kalimi nga faza 2 në fazën 3. Në fazën e dytë kishte një zgjedhje, ose agjëron ose kompenson. Në fazën e tretë, kjo zgjedhje u hoq për personat e shëndetshëm dhe agjërimi u bë detyrë drejt për drejt, një ndryshim thelbësor. Ky kompenzim njihet me termin fiqe. Dhe edhe pse si zgjedhja për të shëndetshmit u hoq, koncepti i fiqes nuk u zhduk. Ai mbeti si një lehtësim për ata që kanë arsye të përhershme dhe të vlefshme për të mos agjëruar, si pleqëria apo një sëmundje kronike. Pra, është një dëshmi e mëshirës brenda vetë rregullit. Dhe kjo na sjell te pyetja e fundit. Kur saktësisht ndodhi ky kalim? Kur u vendos forma finale dhe obligative e agjërimit të Ramazanit? Le ta shohim momentin historik. Përgjigja mund të përmblidhet me një numër të vetëm. 2. Po, 2. Por çfarë do të thotë ky numër? Ai përfaqëson vitin e dytë pas Hijretit, vitin e dytë pas asaj shpërnguljeje historike të profetit Muhammed dhe muslimanëve nga Mekka në Medinë. Dhe ja ku e kemi. E zez mbi të bardh, në muajin Shaban të vitit të dytë pas Hijretit. Kjo përkon me vitin 624 si pas kalendarit ton, pra rreth një vit e gjysmë pasi komuniteti i ri musliman ishte stabilizuar në Medinë,
erdhi edhe ky urdhër themelor. Mirë, le ti mbledhim pak të gjitha tani. Pasi pam psen, pam evolucionin historik dhe pam se kur u vendos, bëhet shumë e qartë që të flasësh për agjërimin vetëm si mungesë ushqimi, është si të përshkruash një oqean duke thënë se është thjesht ujë i kripur. Është shumë më tepër se aq. Në thelb, agjërimi është një disiplinë e plotë. Është një shkollë një mujore ku diploma që merr përfshin vetë kontroll të lartë, ndjeshmëri më të madhe ndaj atyre që kanë nevojë, një pastrim të thellë shpirtëror dhe një mirënjohje të re për çdo bekim, sado i vogël të duket. Edhe kështu do ta mbyllim me një pyetje për të menduar. Kur e kupton gjithë këtë pse të madhen pas këtij adhurimi, si ndryshon praktika? A bëhet ajo uri e etje nga një barë e rëndë në një mjet të fuqishëm për t'u bërë një njeri më i mirë? Kjo pyetje, besoj, ndryshon gjithçka.